Është koha të flasim dhe të marrim disa përgjigje për pyetjet e një 5-vjeçari, thamë kur nisëm programin, që do të thotë një pyetje e parë mund të jetë edhe sa jetë ka në tokë, çfarë ndodh nëse na shohet një burim shumë i rëndësishëm i jetës në tokë që është dielli, dhe apo bën njerëzimi një plan B në rast se këto skenare të cilat janë gjithmonë teoritë konspirative, por kanë dhe burime sigurisht në fakte dhe shkencë, një ditë bëhen realitet. Diskutimin ndërtojmë me Ralt Burecin, astrofizikant, i cili dhe në hapësirën online bën një punë të pashme për dhënë disa përgjigje të mira. Ralt, përshëndesim. Falenderojmë shumë që gjetë kohën për ne. Faleminderit për ftesën. Gjithmonë kënaqësi Ralt. Tash pyetje 5-vjeçari, por ti e di që këto gjithmonë janë pyetje të zgjuar dhe duhen bërë. Po, këto janë pyetjet më të bukura, më të vështira dhe neve normalisht nuk na shkojnë në mendje. Ralt, të pyesin shpesh edhe për sa kohë planeti Tokë është i jetueshëm. Toka e kishte të vështirë sa ta krijonte jetën, sa ta formonte. Po. Por jeta ka një aftësi shumë të madhe mbi jetese. Dhe toka praktikisht, nëse nuk ndodh katastrofa të mëdha astronomike, toka do të ketë gjithmonë jetë. Nuk e di a do ketë njerëz apo jo, po jetë do ketë. Pra, ne nuk dihet a do jemi banor, që jetë do ketë, do ketë. Mirë, kësë është lajmë shumë i gëzueshëm kur e mendon. Kur e mendon. Kur i bëjmë llogari. Kur e mendon. Ralt, a ka shpikur njerëzimi deri më tani një armë bërthamike që mund të shkatërrojë të gjithë globin? Tokën jo si planet, por mund të dëmtoj shumë jetën në tokë. Pra, sipërfaqen e saj kore. Po, sipërfaqen e tokës, po. Jeta, domethënë, specieve gjallë që njohim ne sot përfshirë dhe njeriu, do jetë shumë e vështirë nëse ai do të lëshojë njeriu, domethënë do lëshojë armët që ka sot. Bërthamore kryesisht, por dhe ato biologjike. Çfarë janë armët biologjike? Ndryshuar armët që janë me kimikate, elemente me helmi, me helme nga më ndryshme, toksike, neurotike. Dhe normalisht ato shkatrojnë shumë, njësoj pak a shumë në masë, këto quhen shkatrime në masë normalisht. Qoftë bombë bërthamore, qoftë. Cili është skenari më realist për fundin e jetës në tokë, nisur nga gjithçka që ti ke lexuar deri më sot? Më realisti, domethënë, është një shkatrimi nga njeriu, nëse njeriu nuk do ketë energji të mjaftueshme dhe do të shfryzojë energjitë, resurset e njëri tjetrit, interesat, domethënë, do hyjnë në punë dhe do krijojnë lufta. Dhe tjetri është më e mundshme, nga qielli mund vi asteroid, mund vi ndonjë asteroid i madh, e cila me probabilitet është e mundshme. Megjithëse ne kemi pak mundësi ta dhejmë përpara kohë edhe t'i bëjmë pak ballë, por realisht ne nuk kemi të aftë ta shmangim një asteroid si nëpër filma. Nuk akoma jo, domethënë. Megjithatë këto janë dy probleme më të mëdha, një nga njeriu, nga vetë ne, dhe tjetri nga asteroidët. Por sido që të jetë, për këto katastrofa gjithmonë e kemi mbështetje nga shkenca. Nëse ne do të kemi një nivel shkencor të teknologjik, ne do t'i bëjmë ballë çdo gjëja. Kështu që do t'japim shumë rëndësi shkencës dhe praktikës saj. Ralt, meqense përmende asteroidin dhe trupa qiellor, unë kam një prirje t'i besoj gjërave që ndodhen në qiell. Nëse të bëhet një pyetje, ku është Zoti? Si i përgjigjesh? Zoti shkenca gjithmonë zbulon të panjohurat, misteret e natyrës, dhe aty ku më parë ishte Zoti, nuk është më. Se e zbuloi shkenca që këtu nuk qenka. Zoti shtyhet pak më larg. Edhe gjithmonë kështu ka vazhduar. Edhe gjithmonë thuhet ai Zoti i gapseve, God of the gaps, domethënë, që gjithmonë ne me anë të shkencës e largojmë Zotin dhe themi këtu nuk është, atje nuk është, se këtu është shkencë. Pra ju e mohoni. Ju e mohojmë dhe themi thjesht që nuk ishte më Zoti. Zoti ishte si për reve më përpara. Na jepte shiun e tjera. Ne shpjeguam që shiu formohet nga avullimi i ujit e tjera. Dhe Zoti nuk është më kerret, si në për fotografitë e vjetra, pikturat e hershme. Dhe kështu që Zoti nuk është këtu, nuk është atje, edhe ne zbulojmë që nuk është, dhe kështu që në natyrë, brenda të paktën natyrës, deri në infinitet e hapësirës dhe kohës saj, nuk ka Zot. Nuk mund të ketë, se shpjegohet, natyra shpjegohet nga shkenca. Dhe kështu që nuk ka vend për Zot. Ndoshta Zoti është i jashtë natyrës, siç e thotë dhe vetë, i mbi natyrshëm. Aty nuk kemi fakte, nuk kemi asnjë lloj shenje as eksperiment për të bërë, për ta vërtetuar që ekziston apo jo. Se shkenca shkon deri në infinit.
Dhe për te infinitit, tashi a ka për te infinitit, nështë shkojmë në paradoks, po edhe si kur të ketë, atje mund t'jetë Zoti. Eraldian Kureshtare, në cilën mosh ti nise të kesh këto pikpyetje për shkencën, për Zotin, për gjithë shka? Për të kjo që në mendimet e mia të para, njështë ato kujtime që kam, do më thënë të para, që në moshën 2 vjeç, 2 vjeç e gjysmë, do më thënë kur men ato kujtimet e mia të para, sjelljen time, pyetje që bëja, që atëherë unë kam qenë kështu, këtë tip. Ndoshta, për para kësaj moshe, në patvetdijen e njeriut, ndodhen disa gjëra, disa ngjyra, disa drita, disa zhurma, që ndryshojnë tipin, karakterin e njeriut. Dhe pasi njeriu bëhet i ndërgjegjshëm dhe fillon të mbajë mend sjelljet e tij, është shumë vonë e ka krijuar tipin e vet. Dhe ke patur ndonjë episod që ndoshta i e futur te lasheve për këto që beson? Për shembull, po marr rastin që ti thuash dikujt që nuk ka Zot. Të ka sill kjo te lashe? Unë nuk them që nuk ka, se shkenca nuk mund të... Apo nuk besoj, vërtetoj, unë nuk e përdor besimi si koncept, jo vetëm për fen, po edhe në shkencë, në punë, në kudo, unë nuk mund të punoj me besim. Nuk funksionon. E qartë. Ideja është që për një diçka që mund të ndodhi, ne themi, është e mundshme, ose s'është e mundshme, që mund të ndodhi një diçka. Do të thënë, gjysma është e mundshme, gjysma mbi 50% quhet ka shansi që të bëhet kjo, ose më pak se 50 nuk ka. Do më thënë, besimi mund në vijen me trashësi 0 tek 50-a. 50-50. Do më thënë, nuk ka vend për besim, është ekuilibër peshore, që o do anoj majtas o djathtas. Dhe besimi është ajo vija, nuk duhet të gjerë ajo besimi, nuk duhet të zgjerohet ajo besimi. Besimi është një vizë me trashësi 0. Realisht nuk ekziston. Qartë. Eral, përse NASA vendosi të studioj qiellin dhe jo detet e oqeanit? Argumenti, presioni, ajri dhe teknologjia, infrastruktura duket sikur në kohët që jemi nuk bëjnë sens më. Hoqi dorë nga studimi i oqeaneve. NASA merret dhe me oqeanet, ka zbuluar ato që duhet zbulonte pjesë kryesore të oqeanëve, domethënë ka zbuluar po themi 5 apo 10% që thuhet gjithmonë, edhe sikur, po nuk ka zbuluar vetëm 5% vetëm këtu. Dhe ka lënë gjithë oqeanin e tjerë pa zbuluar, po ka zbuluar 5% në të gjithë oqeanin njëkohësisht. Dhe ka kuptuar pak a shumë se ç'ndodh në oqeane. Tani fshihet diçka që s'na thuhet. Po? Fshihet diçka që s'na thuhet, referohem këtu qytetërimeve paralele. Që mund të jetë në shumë teori konspirative se sa ajo çfarë shkenca thot. Jo, nuk ka asgjë konspirative tek NASA. NASA ka çdo gjë që kërkon, ajo e tregon në publik ose në grupin rrethin shkencor dhe nuk lën asgjë të fshet. Nuk ka vend për fshet. Dhe sepse janë grupe njerëzish shkencëtarësh të cilët nuk mund të mbajnë fshet një diçka, ato punojnë për atë, dhe ajo është rezultati i punës tyre disa vjeçare nganjëherë, ato mezi presin që ta zbulojnë, të marrin dhe shpërblime përkatëse për ato. Nuk ka gjë të fshet në shkencë. Kur shkenca bën një zbulim shumë të përparimtar, aty ka patur raste që ka hyrë shteti, pastaj shteti i një përkatës, dhe ka kufizuar për momentin, për pak kohë, zbulimin, me qëllim për efekte mbrojtëse, për problemet e ushtarake e tjera. Por jo që shkenca të mbajë, ose njerëzit të mbajnë shkencën fshetas për kohë të gjata dhe jo për probleme kështu konspirative kështu, jo nga kjo fushë. E qartë. Po, NASA gjithashtu ka dhe plane, po. Po, jo, mund të vjosh mendimin, të lutem. NASA nuk ka vetëm detin, ka nisur kështu, fillimisht kryesisht me tokën, por ka dhe shumë planet të tjera për hapësirën, për përparimin e teknologjisë. Rrim tek hapësira. Mos vallë, kur folja për planin B, njerëzimi ka gjetur një planet tjetër që ka tipare të ngjashme me tokën dhe mund të bëhet një shtëpi e dytë për tokësorët? Po, tash ne e dimë gjithë që Marsi është ai planeti më i ngjashëm që është zbuluar deri sot, dhe më i afërti, më i mundshmi. Dhe aty janë varur shpresat kryesore që të kolonizohet si planet, megjithëse kërkon shumë punë, edhe ca dekada që të arrihet të shkojnë njerëzit të punojnë atje, të bëjnë diçka kështu me bazë që të arrijnë atje. Po që do bëhet patjetër, është një nga planet kryesore të nuk është një realitet që njerëzimit sot. E hasim nëpër filma, por ti thuaj që një ditë njerëzimi do zhvendoset në Mars.
Po, jo është vendosur, por do përhapet në Mars. Do përhapet në Mars, në Hënë e kudo. Kudo në çdo lloj objekti qellor, edhe në hapësirë pa planet, pa trup, pa objekt. Do populloj komplet sistemin tonë diellor edhe me gjerë. Ky është plani i njerëzimit. Si është e mundur? Si realizojmë ne këtë? Duket e pamundur në? Duket shumë e pamundur, edhe sikur ne të flisnim prej 6-7.000 kilometrash larg me njëri tjetrin, ta shihni njëri tjetrin edhe qertikët e tjera. Po që është shumë e mundur me punë. Çdo gjë arrihet me punë, me luftë. Po të shohësh shkencëtarët se sa mundohen, edhe teknologët që bëjnë arrijnë projektet e tyre me breza me njëri tjetrin, gjithë jetën duke punuar vetëm për një objekt të vogël, për ta përmirësuar, tregon që është një punë kolosale, domethënë që ikën pa e parë neve. Ato vazhdojnë, kërkojnë edhe neve shohim vetëm rezultatet. Po ndërkohë bëhet një punë shumë e madhe pas kujndave. Eral, më lejo të bëj pyetjen e fundit bashk. Mund të interpretohet më shumë si një teori konspirative, por kam nevojë shumë për një përgjigje, është pyetje që ja bëj vetes her pas here dhe mendoj shumë njerëz që po na ndjekin po ashtu. A janë njerëzit humanët vërtet vendas në tokë? Sepse në qoftë se ne jemi vendas, përse kemi ftohtë, përse kemi ngrohtë, përse ruhemi nga shiu, përse ruhemi nga zjarri, në qoftë se natyra është kjo dhe ne jemi një me natyrën. Po, ne jemi vendas sipas fosileve që janë gjetur, dhe fosilet që janë gjetur janë me radhë që nga fosilet më të thjeshta deri tek njeriu. Është një rreshtë lineare e rregullt, pa shkoputje, pa ndërprerje të mëdha. Që të thuash nga kjo pikë e përpara në kohë nuk ka patur asnjë specie njerëzore dhe nga këtu erdhi njeriu direkt. Njeriu ka ardhur që duke u thjeshtuar në evolucion deri tek mikrobet. Kështu që ne jemi vendas në këtë zonë. Por që të kemi ne kushte perfekte në tokë nuk ekziston asnjë planet perfekt. Toka është më e mundshmja që të formojë jeta. Dhe u ndesh ajo kushti mesatar, as ftohtë, as ngrohtë, me oksigjen edhe pa oksigjen, me dritën e diellit e tjera që të formoheshin ato paraviruset e para. Dhe kështu ka qenë që atëherë deri më sot dhe lufta, vështirësia e tokës dhe kushteve atmosferike e ka bërë që ato viruse të perfeksionohen e të arrin deri këtu ku jemi ne sot. Ndryshe, po të kishim neve kushte perfekte, nuk të kishim as muskuj, as kocka, as lëkurë që të mbroheshim, as një gjë, as sy, as gjë, s'do kishim nevojë. Po nga mundi, nga lufta e paraardhësve tanë, neve kemi sot këtë lloj forme trupi që kemi sot, sepse toka është e egër, po jo 100% e egër, është 99% e egër. 1% na la mundësi që neve të formoheshim. Dhe 99% është luftë që tenton të na shkatrojë. Pra ne duhet mbrohemi shumë nga natyra. Do të vazhdojmë mbrohemi. Pra rreziku më i madh i tokës mbetet njeriu më shumë se gjithçka tjetër që mund të kanoset nga universi. Faleminderit që na edhe këtë përgjigje real. Ne të falenderojmë shumë, të presim në këtë studio kur ti të jesh në Shqipëri dhe vlerësojmë gjithmonë mendimin tënd. Të sinqert po të bazuar gjithmonë në fakte e shkencë të studiuar nga ti. Kënaqësi, përshëndesim. Ndërkohë publikut i themi edhe një herë se si shkoi rrugtimi ynë sot, e nisëm duke gatuar me Florencën, i bëm ato byrekët e Tiganit. I bëri Florenca, ne vetëm shiuam, e patjo. Mbollëm lule, e tymosëm me sherebe. Po që me energjit e këqia. Po, i larguam energjit e këqia dhe kërcujem tango dhe vijuam më pas, mësuam që byreku është vetëm shqiptar dhe asgjë tjetër dhe në fund fare ju treguam që ju jeni rreziku më i madh i kësaj toke. Shihni nesër, ju duam shumë, ju e dini. Kështu që shumë dashuri për ju.